Se zgabuam je kampioni në fuqi i ligës lindore, apo jo? Pres një duel të bukur me ty. Ti gjithmonë do fitosh, je më i miri. E Martë e Mira, shumë i papërmbajtur. Mos u frikson nga ai. Tregoj se çfarë di të bësh ti në të vërtetë. Në rregull. Nuk ke që të thuash, është me të vërtet i Zoti. Shikoni website-in nëse po e ndiqni direkt këtë film serial në Shqiptinema, sepse faqet tjera vetëm vjedhin filma dhe serialet tona dublim në I premtova shqip. një drek të mirë dhe tani nuk di se çfarë të gatuaj. Sa e marr jam. Të paktën mund të pyesja se cilat janë gjellët e tij të preferuara. Mos u mërzit, ajo që gatuan ka rëndësi deri në një pikë. E rëndësishme është i përgatitësh të gjitha me dashuri. Ky është përbërësi kryesor për të bërë për vete një djalë. Është e vërtet, po, ke të drejtë. Padyshim do të kishte qenë më mirë ta pyesje çfarë i pëlqente të hante, por me që ti nuk e bëre. Lori këto edhe ti. Në fillim më inkurajon dhe pastaj më ngjall një mi dyshime. Nuk rri dot goj kyçur, unë dua ta them mendimin tim. Po pse i bëre një premtim të tillë? Dhe një qenie e njerëzore për më tepër. Po ti pse i lëshon pe? Duhet ta shkurajosh në vend që ta ndihmosh. Po, sa ke që e fshehur poshtë krevatit tim? Nuk isha fshehur maj, po kërkoja syzet e mia. Prit të shoh pak, duhet të mendoj për sanduiç dhe tarta apo për diçka më të rafinuar speciale. Nuk e di, është e vështirë të zgjedhësh. Mbase duhet të mendoj për një pjatë që e ngroh. Uji i oqeanit është i ftohtë në këtë stinë. Si thua ti? A të duket ide e mirë? Ja e vendosa. Ky është djali që do t'i jap çmimin e parë. Cili djalë? Ky këtu në foto, që nga Kosuke Sakia. Është me të vërtet simpatik. Ky më pëlqen më shumë nga të